Numri i parcelave dhe stacioneve të plazhit me funksion dhe administrim publik është rritur ndjeshëm gjatë sezonit turistik 2026. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha bën të ditur se këtë vit janë në dispozicion 1689 parcela publike, kundrejt 1014 të regjistruar në vitin 2025. Rritja është me 67% ose 675 parcela më shumë. Edhe sipërfaqja e plazhit publik është zgjeruar nga 2.88 milion metra katror në vitin 2025, këtë sezon sipërfaqja totale arrin në 3.18 milion metra katror ose rreth 303.000 metra katror më shumë. Njërisi për këtë sezon janë 124 parcela dhe stacione publike në administrim të bashkive. Kjo kategori ofron shërbim të pajisur me çadra dhe shezllon me tarifa të miratuara nga këshillat bashkiak dhe me synim krijimin e një alternative më të përballueshme për pushuesit. Në total, këto hapësira zën rreth 475.000 metra katror. Numri më të madh të parcelave të administruara nga bashkitë e ka Lezhë me 49, e ndjekur nga Durrësi me 38, Shkodra me 16, Himara me 11 dhe Vlora me 10. Ndërkohë, për sipërfaqen kryeson Durrësi me rreth 316.000 metra katror, ndërsa pastaj renditen Lezhë me 75.000, Himara me 51.000, Vlora me 21.000 dhe Shkodra me 13.000 metra katror. Një element i rëndësishëm është rikthimi në funksion publik i 665 parcelave që më herët menaxhoheshin nga privatët. Sipas ministrit Goxha, këto parcela u kthyen në administrim publik si rezultat të mos aplikimit korrekt ose refuzimit të aplikimeve. Vetëm kjo mas i ka shtuar plazhit publik rreth 768.000 metra katror sipërfaqe. Ndërkohë, zgjeruar dhe rrjeti i plazheve përjashtimore. Në vitin 2026 janë 22 të tilla, nga vetëm 2 në vitin e kaluar, duke shënuar një rritje për 20 stacionesh ose rreth 11 herë më shumë. Kjo kategori përfshin 570 parcela dhe rreth 1.42 milion metra katror sipërfaqe plazhi të menaxhuar dhe formalizuar. Sipas ministrit, zgjerimi i alternativave publike synon të luftojë abuzimin me çmime dhe të garantojë një akses më të gjerë në Bregdet. Tarifat e miratuara nga bashkitë, formalizimi i plazheve dhe fiskalizimi i pagesave synojnë të krijojnë më shumë transparencë dhe të ulin kostot për qytetarët dhe pushuesit. Prioritet mbeten gjithashtu standardet e higjienës, siguria në det dhe garantimi një aksesi të përballueshëm për pushuesit, thekson ministri Goxha.